Jemi rikthyer sërish transmetim të drejt për drejt me gocën që ma bëri gjaku në ujë pak para se të niste emisioni. Për një moment më kapi. Jo se panikosem, se s'para panikosem, shqyr që një këngë për ty nuk është kështu, nuk del ke digital, se të shihni imazhin tim. Ta kanë të televizionit, bën kamera të fshehta herë pas here. Po ku më gjeti mua unë kështu person këtu. Marrëdhëniet sot sa e vështirë është të gjesh partnerin, por akoma më e rëndësishme sa e vështirë është ta mbash këtë partnerin, të menaxhosh marrëdhënien pa u ndikuar nga portalet, nga media dhe çfarë thuhet e çfarë nuk thuhet për ty. Po, jepi se unë vetëm do duar trokas, ti thuaja emrin do. Krisa Çaushi, mirë se ke ardhur. Mirë se gjeta çuna. Mirë se na erdhe Krisa. Faleminderit. Po unë nisa. Tiri nuk erdhi se tha, edhe mëngjes me Krisën isha prapë. Ditën bashk, po besohem, mirë është të ndajemi. Ftojeni ditën tjetër? Ftojeni një ditë tjetër? Krisa u deklaroi, më mirë është të ndajemi. Por Juli, Jula, shike këto be. Pra, çpati ki. O Krista si je ti? Mirë. Si të shkoj dita, tap topi apo top fare? Top fare. Bukur. E bën në reklam, do t'jap 10.000 lekë. Dëgjoj, unë nisa të prenkun e vogël për t'ia bërë Angelos, po një moment u panikosa nga trafiku, mendova se po ndodhte me vërtet. Prandaj po më shkruaj ti mu më çonte foto, jap këtu te makina për të treguar si që. Po, e kam time se unë disa ditë më parë. Kjo është Janisa Vinit video në Gjon me makina. Kështu ishte. Krisa, ku ishe në protestë që u vonove apo? Jo, më zuri mua në mes, dhe nuk e kisha habirin fare që kishte protestë. Ata ishin updateuar janë për sa i përket politikës. Okay, mirë. Ti vetëm festën e Tiranës sot. Po. O Krisa, gëzuar. Ta gëzoni. Ça bëni zakonisht kur keni festa në shtëpi? A bëni ndonjë pjatë tradicionale apo ja? Kush e feston 17 nëntorin thoj? Ç'a bën? Në hashur, në hasude. Po jemi se është natë e madhe sot hasude. Po për ne Tiranë natë e madhe, sa po jo Julian. Natë e madhe. Sash më grosh, s'është dhe hën. Prandaj që tomësh. Tiranë si vitër. Dhe jo filloi tim të lek. E kam të çadër aty Amerikë. O Krisa, sot nuk të kemi ftuar për ftesa që ti ke pasur zakonisht në intervista. Ama shoqyrë se na lodhën. Sot të kemi ftuar për marrëdhënien tënde me Tirin. Ne mos më ndahet. Ç'është një marrëdhënie e shëndetshme, Kris? Një marrëdhënie e shëndetshme është kur ka komunikim, kur ka respekt, kur ka dashuri dhe megjithatë doza të shumta humori, mendoj unë. Ka një shpull aty në mes? Jo. Se kemi pak të reelsa që bëni gjithmonë e bullizon atë tjerë i shkreti gjithmonë i skuqur të lini ju në 80% të videove që un publikoj, ideatori mbas atyre videove është po Tiri. Shishi. Edhe bën kështu si viktima. Mos është një mastermind Tiri, domethënë. Do të duket i tillë, ëh. Gjë që shikojnë në rrjetet sociale nuk është e vërtetë. Po pse për mirë, qof për keq. Po se ne marrim atë që i japim më saktë atë që do publiku. Kështu që publiku ka filluar të pëlqejë këto video të fani. Ata e kanë kuptuar deri diku që e gjitha është fani, por ka dhe disa që realisht mendojnë që është e vërtetë, i thonë si ja bën kjo Krisa Tiri 82 e po dukesh ti ke i çere shumë të egër kur e shef. Ai ti i miri i Zotit. Ai miri në rresa. Tani sa qesh mbas atyre videove dhe Tiri që gjithmonë po pra bëu çik me nerva, bëje tamam. Po tani për të pasur në krah personin e dur, është më vështirë ta gjesh apo ta mbash pasi e ke gjetur. Krisa ti ç'a është më vështirë ta mbash pasi e ke gjetur, mendoj. Sepse nuk është vetëm aq, okay, e more. Po tani? Pra fillon mjalt, po kur del te moja tjetër. Apo te mushti e ka fjalën. Po tjetër ç'kon mund të moti, ç'kon te marmallata. Dgjoj, ideja është që tani nëse ti luftove për ta marrë atë person, unë jam e bindur që je i Zotit dhe ta mbash. Ti e bëra atë luftën bam bum aty. Në fakt e ka bërë pak Tiri në fillim luftën, për shkak se unë nuk kam qenë ende gati për një marrëdhënie aso kohë. Pa çka unë kisha bërë të ditur Tirit, po më pas gjërat rrodhën pak më natyrshëm, festivali na afroi më shumë, gjë që pastaj le të mos zbuti dhe mua pak. Okej, ja hap edhe ti zemrën Tirit. Po. Okej. Kështu ndodhi. Kështu që pastaj mënyra se si ne e mbajtëm marrëdhënien, fillimisht ne donim ta kishim shumë private gjën ton, duke qenë se sapo kishim nisur donim të njihnim njëri tjetrin, pastaj ta merrnin vesh të tjerët që okay, jemi ne të dy. Pa çka se ne e bëm shumë të madhe direkt në big. O ta marrin vesh, o ta marrin mirë. Pas qërime fare, thjesht bam. Po si se morën vesh atë që ishit lidhur ju në big, ishte shumë e bukur, aktrim i papar nga të dy.
se u lodhëm shumë për aktrim, po çka se dëgjoj, benefiti ynë ishte që nuk e dinin njerëzit. Okej, Gerta Gixhari, Egli deri diku kishte dyshuar, pak duhet qenë se njihte Tirin. Angelo e dinte. Po, unë si isha unë isha veç ka reklama, dile i shifje. Kush e ka kuptuar ti? Nuk se Valbona e ka ditur. Pra kanë pasur dyshime, po nuk e konfirmonin dot të gjë, duke qenë se ne nuk po jepnin asnjë shenjë. Edhe kjo na e bëri më të lehtë lojën deri diku aty brenda, pa çka se na është thënë që më mirë ta kishte dërguar në fillim, mbas do e kishte më të lehtë. Unë mendoj si ta kishim treguar. Si ta kishim treguar fakti që ne u futëm çift në Big, gjë që s'kishte ndodhur ndonjëherë më parë. Ishte e bënte të vështirë, në çfarëdo lloj forme ishte. Momenti i sikletshëm ishte momenti i gjumit ku detyrohej që të flinit vetëm, më dhimbseshit, po. Sidomos ktheheni në shpinën her pas here njëri tjetrit, domethënë duhet të ketë dhimbje e madhe. Jo, më rëzë pravatizoj. Thjesht unë ka pas momenti që doja realisht fisja shumë e Tirin, po nuk doja të dërgohesha shumë e ngjitur në thonjza, se do krijoheshin dyshime. Në fakt edhe kjo kishte të mirën, se flinte radhë, ditë që mëngjes nuk do kishte ik, aty është prap. Po. Krista, se është fenomeni Big Brother, le të themi, këtu në vendin tonë është shumë i madh. Pra ti merr një lloj boosti, tip një boom direkt. Ke një lloj boosti shumë të frikshëm. Po. Na e tregon pak shumë shkurt se edhe mund ta kesh thënë diku tjetër, ose mbase se ke thënë, po si është ai momenti ku ti nuk ke nevojë më për prezantim? Në sensi që të prezantohem kush jam. Po, s'ke nevojë. Me thënë të drejtën, unë e kam organike time që kudo të jem do prezantohem. Qoftë kur dërgoj një mesazh, qoftë kur flas me dikë, se ka dhe njerëz që nuk e kanë ndjekur Bigun, ka edhe njerëz që mos më kanë parë fare në Big, janë fokusuar nga personazhet e tjerë. Por edhe ato që më njohin prapë, njohen prapë është një lloj respekti që ti tregon ndaj vetes dhe ndaj tjetrit që të sheh. Se në fund ditës unë këtë paktën për veten time e quaj, nuk mund të them arrogancë, po siç thash, një lloj respekti që ti do prezantohesh. Krista Çaushi. Kaq, domethënë, okay. Pastaj njerëzit më kujtojnë, okay, që në Big, okay, bër këtë, se ka njerëz që njohin nga festivali, jo vetëm nga Bigu. Boosti që merr nga Big Brother është goxha i madh realisht. Unë mua më ka ardhur papritur, na kam thënë më parë, nuk është se e kam pasur ndërmend të futesha. Ftesa fillimisht ka qenë e Tirit, pastaj më erdhi dhe mua për çift. Unë e kam vendosur për punë ditësh, më shumë kam tentuar të bind familjen se sa të mendoj për veten time çfarë do bëj aty brenda. Nuk mendoj që ka reklam të keqe, qoftë për mirë, qoftë për keq, Bigu të ngren, do të jep një lloj hovi dhe dashamirësi, vëmendje, çfarëdo qoftë në rrjetet sociale ti e merr. Klikime, duke qenë se çdo gjë tu përkthehet sot. Në rrjetet sociale, me video, me postime, bashkëpunime, çdo gjë, diku e merr. Janë zinxhir pastaj. Vjen zinxhir. Unë jam përpjekur të marr më të mirën, kam qenë aktive që në momentin që kam dalë nga Bigu, gjë që më ka ndihmuar. Fillove të korrësh lekti direkt. Dhe gjë, unë kam treguar një content timin mbase çik më ndryshe nga ajo çka unë bëj në profesionin tim, pra moderatore, gazetare, në rrjetet sociale jam përpjekur të jem pak më popullore dhe më funny, e kupton? Nuk dua të jem ajo Krisa shumë diplomatike, dita bëj dhe atë, po nuk e bëj, vetëm për këtë arsye sepse njerëzit shumë kanë qef. Më shikojnë dhe jam përpjekur të Krisa më natyrale ose më saktë Krisa në realitet, kjo është. O Krista, kur bëhesh pjesë e televizionit, si në rast konkret, po themi qoftë festivali, pastaj të Big Brotherit, automatikisht për portalet bëhesh si tabelë qitje. Po. Të komentojnë, të analizojnë çdo lëvizje, foto, futen ndoshta edhe në privatësi që nuk duhet të futesh. A keni vendosur ju si çift ndonjë rregull deri këtu është limiti dhe nuk lejoni më tutje? Për të mos ndikuar gjithmonë tek marrëdhënia juaj. Dgjoj, ka ca momente që mbas ka shumë momente mendoj unë që me Tiri nuk i shfaqim në rrjetet sociale për shkak se nuk duam të tregojmë çdo gjë që bëjmë. Unë jam takuar dhe me familjarët e Tirit, për shembull Tiri është takuar me familjarët e mi. Dhe nuk e kemi publikuar këtë gjë, siç ndodh ndonjëherë kur kemi parë shumë personazhe që e kanë publikuar këtë gjë. Janë ca gjëra shumë familjare tona, të cilat ne nuk i ndajmë, sepse mendojmë që kemi treguar dhe po tregojmë mjaftueshëm për njëri tjetrin. Ca gjëra ruan. Jemi në emision mëngjesi bashk, bëjmë video bashk, kështu që mendoj se është mjaftueshëm. O Krista, ja bëre kafen me krip Tirit apo s'kemi ardhur akoma te fejesa? Jo, akoma. Akoma se ke bërë kafen me krip. Se s'para e kishte. Jo, nuk e Se kemi. Jemi tomël. Okej, mirë, ja do t'i tregojmë gjitha vetëm pas pak sepse tani kemi disa reklama. Mirë Krista, rikthehemi vetëm pas pak. Vazhdoni.